drejt për të më shmangur dhe për të mequr nga betejë elektorale, të jep edhe ndjesin tjetër të një lloj lidhje me zinxhir për të penguar në aktivitetin politik, por momenti sotëm është një moment i veçantë, qoftë edhe nga burgu e shprehje vullnetit për ndryshim dhe për të votuar Partinë Demokratike, rastisi që Partia Demokratike është numri 1, unë t'jem votues i parë dhe siç e shihni, apo siç edhe duket, besoj që do të ketë një vot masive për numrin 1 dhe për Partinë Demokratike. Besoj që është një ditë e rëndësishme për të votuar çdo qytetar, për të investuar në atë që është më e shenjta në demokraci, që është vota, për të investuar tek një investim që është jo vetëm më i sigurt, por më i rëndësishëm për familjet e tyre, për veten e tyre, për Shqipërinë, që është votimi, për të bërë një Shqipëri europiane, që është e kundërta e Shqipërisë që ka ndërtuar Edi Rama. Nëse Bashkimi Evropian ka demokraci, Shqipëria ka autokraci. Nëse në Bashkimin Evropian sundon ligji dhe shteti së drejtës, në Shqipëri sundon Edi Rama dhe banditët rrotullti. Nëse Bashkimi Evropian ka meritokraci, Shqipëria ka pengim dhe nepotizëm. Nëse Bashkimi Evropian ka të drejta dhe drejtësi, Shqipëria ka padrejtësi. Nëse Bashkimi Evropian ka demokraci, këtu ka autokraci, të gjithë elementët që bëjnë një shtet funksional dhe një shtet demokratik janë e kundërta asaj që po prodhon Edi Rama sot në Shqipëri. Kështu që thirrja, nëse ju keni pyetje të tjera për këtë, thirrja ime është për të dalë masivisht në votime, për të votuar ndryshimin dhe për të bërë të mundur që do ta theksoj edhe këtë, që masiviteti dhe pjesëmarrja e qytetarëve sot mund të bëjnë të mundur për të tejkaluar çdo intimidim, çdo kërcënim apo çdo deformim të vullnetit të zgjedhësve që në këto zgjedhje duket qartazi që ka qenë masiv. Zoti Sarajin, ka një kandidat që ju e mbështesni për të forcë politike? Unë mbështes Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe